Ky Ali Mehmeti me njerëz që janë mbrojnë parlament. Kjo është padrejtia e madhe shumë. Zoti Duka, kontrasti më i madh është kjo. Ali Mehmeti me 19.000 vota, 80.000 caku di unë, ndërkohë një tjetër nuk votohet fare. Dyshoj që nga ato 12 që aty mund të ketë në një që po të votohet e merr 10.000 vota, ky jashtë ajo më. Mes atyre që janë gabimi më shumë që PD-ja e pranoi këtë lloj kodi. Unë kam qenë kundra. Edhe kam votu kundra. Nuk di se si më pranu dhe për Leandrën, po si duket si ngeli hati për këtë punë. Nuk kam votu kundra. Po, e mbajmën. Kam qenë absolutisht kundra dhe jam kundra. Nuk mund të ekzistojë, domethënë, një garë e barabartë, kur qënë përtensë është e pa barabartë. Gjejmë vëlla një famurë që është e barabartë. Ka pas majoritar, kok, u konsiderua e fort, ose një listë e hapur komplet, që thotë, to është listë e shqyrë. Do të kthej pas në memorie se Berisha i krahason këto zgjedhje me vitin 2001. Atëherë fitoi majoritar, padyshim, po me idenë që manipulimet ishin aq të mëdha, ndërkohë kësaj radhe ai bën krahasimin duke lidhur edhe me një 4 vjeçar që sipas tij do të jetë i kushtëzuar nga faktorët ndërkombëtar tek e majta. Por me përvojën tuaj, pavarësisht çfarë ju thatë problemeve që keni konstatuar, a duhet vihet në diskutim rezultati i mazhorancës apo jo? Po, të thash, pra, nuk e di që përgjigje kërkoja unë, si do që të them unë, nuk e vjen diskutim, sepse ajo është gjatë një rezultat. Edhe kjo nuk varet nga unë, padyshim, që këto që janë parlament, që përfaqësohen nga Partia Demokratike, që partia më e madhe që ka, pavarësisht rezultati do të ka 50 deputet, nuk janë pak, është një forcë më e madhe, mas 50. I takon këtyre që me fakte konkrete, nëse kanë fakte, të thonë që duhet një apo jo zgjedhjet. Nëse s'ka fakte, sa të që mund të klasësh, edhe mund më shpërqej të rezultati, zgjedhjet do njihen. Zoti Duka, ju keni te kjo 50 që keni një deputet, zoti Luku, nga Durrësi, i cili do të jetë opozitar për 4 vite, apo në varësi, për shembull, nëse kryeministri do t'i duhet një vot për reformat rëndësishme, për shumë reformat që lidhen me integrimin, apo reformat që lidhen me kodet, se kodet ju i dini votohen me 84 vota. Cili do jetë qëndrimi i Partisë Agrare Federaliste në parlament? Ajo është individ, cili ka votën e vetë. Pra do jetë i lirë, po thoni, nuk do ketë orientim nga ju? Jo, prita më, nëse do të dëgjoj mu, ati i tako me qenë opozit për 4 vjetë. Sepse e kemi morë mandatin në aleancë me Partinë Demokratike që nuk e dim ku fillojnë votat tonë e ku mërejnë. Edhe si që thash, mund të meshim edhe 30.000 vota dilqin vetëm, po mund mos qiqim deputet. Nëse aji edhe unë doshim që të ishim të lirë, boshim si ka bëha kronë shehaj, dilqim ati në fushë burrave, e meshim mandatin, edhe tjepë shë përgjit ty sot unë, jo, ajo është i lirë, do shkoj aty ku e mendon. Për mendimin tim, ajo është kondicionu, të më thënë të jetë në çdo lloj vendimi politik së bashku me opozitën. A do bëj këtë apo jo, pastaj varet edhe nga personi, se unë nuk e kam kështu atë. Nuk do jetë, le të themi, qëndrim diktatorial i centralizuar i Agrondukës ndaj tij. Në fakt unë besoj që ai është në njëjtë mendje me mua, besoj. Okej. Edhe por nëse ai një nga konditat përpara se të vendosësh emrin e tij në listë, në diskutimin tim me te ka qenë kjo, që sido që tjetë rezultati, nëse ti, zotri, je pjesë e Partisë Demokratike, në pushtet, ose në opozit. Megjithatë, nëse ai merr një zgjedhje tjetër, ju do ta respektonit qëndrimin e tij? Jo, për të respektuar, jo. Pra, do detyroheshit të merrni qëndrim? Po pra, respekt, jo, nuk ka. Po qëndrim një zgjedhje tjetër. Po qëndrim politik. Ka që është mundësia ime. Unë kam dalë jashtë parlamentit tash. Okej. Pra, në një farë mënyre i keni deri diku duart e lidhura për të kondicionuar qëndrimin e tij nëse ai tenton të shkojë te majoranca. Unë besoj që ai të marrë këtë qëndrim që unë them. Tash vetëm i gjo kanë në jetë në botë, e kanë sigurt, dhe në vdekje është sigurt. Zoti Duka, megjithatë